Të nderuar shikues, ju përshëndesim drejt për së drejti nga Pallati i Sporteve Qasim Dervishi Shkodrës, ku po transmetojmë sfidën e basketbollit për meshkuj, liga unike në mes vllaznisë vendase dhe Golden Eagle Ylli të Kosovës. Një ndeshje me shumë rivalitet që nga perioda e parë deri në të dytën dhe në të tretën që kishte baraspes rivalitet dhe mbylli vllaznia me avantazh periodën e tretë. E tashmë ka filluar perioda 4, kur rezultati është në shifrat vllaznia 65 dhe Golden Eagle Ylli i Kosovës 52. Ju kujtojmë që perioda e parë është mbyllur me fitoren e ekipit kosovar me shifrat 16 me 23, ndërkohë e dyta ka qenë më e mirë për vllazninë që ka fituar 21 me 11, po ka shkenuar edhe në periodën e tretë vllaznia 21 pikë, por ka pësuar 16 pikë. Në këto momente vllaznia është në udhëheqje të rezultatit me shifrat 64 me 52. Takimin po e gjykon një treshë mikse e arbitrave me Amar Gjekovic, Anibal Ju dhe Erzen Haxhani. Vllaznia ka në protokoll këto basketbollistë është Justin Thomas, Ad Kobliku, Ashton Parker, Julian Brad, Clyde Kiri, Auron Kruja, Bujar Tafa, Robert Sestani, kapiteni i skuadrës, Amir Hibit, Jordi Preka, Samuel Bashdari dhe Brandy George. Trajneri i ekipit vllaznisë është Edni Lazani. Në kampin kosovar Ylli ka këtë përbërje është Josh Grej, Lis Shoshi, Dimitris Gonger, është Bashic, Artin Gashi, Gëzim Morina, kapiteni i skuadrës, Altin Shalla, Dustin Thomas, Adrian Salaku, Antoine Sot, Shipron Ahmeti dhe Erjon Kastrati. Dhe shënon në këtë momente vëdim më quhet kosha apo jo, ka gabim personal në favor të ekipit kosovar. Vllaznia udhëheq me plus 10, 64 me 54. Është Josh Grej që ka qenuar, ishte Shoshi, Lis Shoshi që shënoi 2 pikë në aksion e sipër dhe e kthen në spektakël Ashton Parker, 2 pikë individuale të tij, 66 me 55 kryeson vllaznia. Morina, kapiteni i skuadrës, Shoshi nuk shënon, zoton topin Dadel Kiri. Thomas, Justin Thomas. Vllaznia e konsumon këtë aksion pas kontinuar as një pikë. Është problem me rëshqitjen, ndalet për momentin loja.
Rezultati 6-6 me 55 favor të ekipit të Kuqe Blu. Sani, Kiri, kombinon me Braut, një kapiteni vazhdi Sani për Kiri, që shënon Kiri në mënyrë individuale, si që ka ai zakon në të tilla aksione kur topat i jepen në zonë, e shërson topin në kosh. Vjen i tjetër aksion i Vllaznis dhe Parker nuk arrin ta finalizojë. Si të shoh, Vllaznia është plus 11, 68 me 57 dhe ka të drejtën e gjyqjeve të lira. Është një pushim i kërkuar nga trajneri i ekipit kosovar, pasi i konstaton se ekipi i tij është minus 11 pikë në dizavantazh. Shpikisht trajneri Endrit Elshani. Jo, Endrit Elshani është asistenti i tij, po trajneri i parë është Pacho Olmos. 2 minuta 4 për periudhën e tretë të ndeshjes. Vllaznia 68, Golden Eagle 57. Pushimi, skuadrat përikthehen në fushën e lojës. Vllaznia 68, Golden Eagle Ylli i Kosovës 57. Ashton Parker, ka të drejtën e 2 gjyqjet e lira. Nuk shënon në të parën, edhe një mundësi për Ashton Parker të Vllaznis. Aksioni për ekipin kosovar Scott për 3 pikë. Gabon, por është Shoshi atje me numrin 1 që tregohet i vëmendshëm, zëvron topin dhe shënon. Ull diferencën me minus 9 pikë. Preke të topit me tërë nga ambasadionisti Scott i Kosovës. Ndrim të Vllaznia, largohet Parker në loj hibit për Vllaznin. Kujtojmë që ekipi Kuqe Blu vjen në këtë ndeshje pasi fitore emocionuese, shumë dramatike dhe shoqëruar me spektakël ndaj ekipit Tiranës. Një ndeshje për të mbajtur mend ku Vllaznia fitoi me rezultatin 85 me 82. Janë 9 fitore rradhazi për ekipin Kuqe Blu, ka të regon një formë me të vërtet super pozitive. Jo vetëm në kampionat, por edhe në ligën unike. Kujtojmë që në ligën unike Vllaznia mundi në transfer të ekipin
e Pejes dhe tashmë është avantazh me një tjetër ekip kosovar shumë cilësor, siç është Golden i Kosovës. Kanë që në zhjën e ekipit e Golden Eagle luajnë në basketbollistë me emër nga kampionatet më të spikatora në Amerikë të sani, se në gjytën e parë të lirë. Luajnë në 70-59 është rezultatin në favor të ekipit të Vllaznisë. Shoshi, Scott, në aksion në skuadra kosovare. Në qëndën Sirinis Morina, por është Shoshi në më të mirët e në fush në 2 periodat e fundit. 70-61. Ishte një kombinim atje për Kirin, që ishte fare pra në të e koshit, por që të qoftë ka marrë dhe për gabim personal në favor të Vllaznisë, ka të drejtën e 2 gjujtët të lira, Klajt Kiri, cili në sfidën ndaj Tiranës dhuroi spektakël me koshet e tij në depërtimet individuale. Dhe një mundësi për Kiri. Betit në fuqi, rezultatit 70-61. Përfiton ekipi nga Suareka, Golden Eagle që shkurton diferencën 70-63. Kur mirë që të Vllaznin, Hibic, Postani. Thomas. Janë disa sulme që shpërdoren nga Vllaznia dhe përfiton ekipi kosovar, që ka shkurtuar tashmë në 7 pikë diferencën e rezultatit dhe ka sulmin në kontroll. Për 3 nuk shënon dhe për tokën Vllaznia. Shestane, njështë aksion për ekipin e Vllaznisë. I të ndëruar shikues, vazhdon të luhet perioda e 4 të ndeshjes. Vllaznia, Golden Eagle i Kosovës dhe shënon Shoshi, i zakonshmi Shoshi. Ndari më i mirë në rezultativ tek kampi kosovar, Lis Shoshi, dhe ngushtohet në 5 pikë diferenca në favor të ekipit të Vllaznisë, kur ishte në plus 12. Ndeshje e Ligës Unike Shqipëri-Kosovë, ku Vllaznia ndonë se nuk kishte pretendimet në fillimin e konkurimit në këtë ligë, por fitoria në pej dhe transfert nga ekipit pejan dhe tashmë avantazhi me 5 pikë plus ndaj nga skuadrave më të mira kosovare, si është Golden Eagle i Kosovës, tregon se Vllaznia ka pretendime në ligën e Kosovës. Edhe 3 minuta nga fundi i periodës së 3 dhe i kretë ndeshjes, rezultati është 70-65
për ekipin e Vllaznis. Të shikojmë që do të vjojnë veprimet në dy kampet përkatëse. Në kampin e Kuqi Blu që drejtohet nga Erni Llazani, Roni Gjeçe dhe Antonio Shabani, dhe në kampin e Kosovar me teknikun Pacho Olmos, Elshani dhe Tino Uigro. Ka mas metodin të trim për Vllaznis. Parker. Kiri. Sani për 3. Gabim personal në favor të ekipit kosovar. Janë disa momente jo të mira për ekipin e Vllaznis, që ndonë se Ullhoqi bindshëm në periodën e 4 e qoj dhe në 12 pikë. Avantajin tashmë është Kosova që ka shkurtuar diferencen me këtë koshtër shënuar nga Skot në 4 pikë. Ka dhe një mundësi nëse shënon zbret në 3 diferenca, plus e Vllaznis shënon dhe 70 Vllaznia, 63 67 ekipi kosovar. Vetëm 3 pikë plus është Vllaznia, kur ishte deri në 12, kaloi edhe 2 minuta dhe 28 sekonda. Isë më nova të ti, Parker. Ka dënë anën e ekipit Golden Eagle Ylli. Ylli që ka disa lojtarë të kombëtarës në formacion e tij, por edhe nga ligat profesioniste amerikane. Dueli Shorski-Kiri përfundon me fitoren në zotërimin e topit tabel nga Kiri dhe nis aksioni Vllaznis. Kiri për Parker, gabim personal. Gabim personal në favor të Vllaznis. Plus 3 është Vllaznia në udhëheqje të rezultatit. Ashton Parker ka të drejtën e gjyqjeve të lira. Aktivizohet në fushë dhe Bashic për ekipin e Golden Eagle Ylli të Kosovës. Parker gjyqja parë e lirë. Me sukses. 71 shkon kuota e Vllaznis ndaj 67 e ekipit kosovar. Parker gjyqja tjetër e radhës me sukses. Shkon në plus 5 avantazhi i Vllaznis, 72 me 67. Avancojnë sekondat në kronometrin e Pallatit të Sportit Qazim Dervishi, na ku po transmetojmë drejt për drejt të nderuar shikues për portalin Veriu Sport, dhe Vllaznia e ka nën kontroll lojën. Sulmi saj nëse kurorëzohet me sukses do të thotë shumë për mundësinë e ruajtjes së avantazhit. Gjorgje, në me Thomas. Gabim personal në sulm i Vllaznis.
edhe 57 sekonda lojë nga fundi, Vllaznia 72, Golden Eagle i Kosovës 67. Bashic me topin zotërin, luan për 3 pikë. Nuk i shënon zotërin topin e Vllaznia, tashmë është gjithçka në avantazhin e favorin e Vllaznisë, të shikojmë dhe ka shënuar Vllaznia me Parker dhe rrit avantazhin e 74 me 67, entuziazëm në pallatin e sportit të Qëndrëvishti. Vllaznia me avantazh plus 7 dhe ka të drejtën e një gjutje të lirë, ku ka edhe 41 sekonda lojë nga fundit, kërkon pushim. Shikojmë trajnerin e Kosovës që kërkon pushim, shënon Vllaznia pikën e radhës 75, Vllaznia 67. Ekipi kosovar Golden Eagle Ylli edhe 41 sekonda nga fundi i krejt ndeshjes, kjo ndeshje dramatike e cila pati për ecurinë e saj. Këto rezultate në periudhën e parë fiton ekipi nga Kosova, Golden Eagle Ylli 16 me 23, Vllaznia kundërapërgjigjet në periudhën e dytë 21 me 11 dhe është po ashtu në avantazh fituese e periudhës së tretë 21 me 16, duke nisur shkëputjen ndaj ekipit pas disa barazimeve rradhazi. Vjen shkëputja e Vllaznisë, kur në këto momente në periudhën e katërt ishte në fakt deri në 12 plus, tashmë është 8 plus Vllaznia, vetë koha në dispozicion, i jep mundësi, garanci ekipit Kuqi Blu ta përfundojë me sukses të ndeshje, gjithnjë nëse nuk ndodh ndonjë çorodi, më themi e pa imagjinueshme, se ndodh, ka raste se ndodh në sportin e basketbollit, 3 pikëshat apo humjet e sulmeve nga ekipi i Vendas, edhe mund ta përmbysin nëse është në precizion ekipi i Kosovës, që tashmë ka të drejtën e gjytjeve të lira. Jo, topi është nga vija anësore. Gjithsesi, ky avantazh duhet të konsideruar i favorshëm për Vllaznin. Scott, Bashic, Morina shënon një 3 pikë shpresë Morina. 75 me 70 rezultati. Vllaznia ka të drejtën e topit nga vija anësore apo gjytje personale. Është Justin Thomas të drejtën të gjuaj, ka shënuar mjaft mirë, është i saktë edhe nga loja edhe nga gjytjet e lira. Justin Thomas 76 me 70, ku duhen dhe 26 sekonda nga fundi. Vllaznia plus 6 dhe ka mundësi ta çojnë plus 7 nëse shënon përsëri, dhe ashtu bën. Justin Thomas shënon plus 7 Vllaznia, aksioni për ekipin kosovar. Scott për 3 pikë, nuk i shënon, do të rënë Vllaznia topin, dhe tashmë gjithçka në avantazhin e saj, dhe përsëri është ai cili sakti Thomas e shënon. Janë sekondat e fundit, edhe 5 edhe 4, aksioni kreti fundit për 3 Morina, nuk i shënon dhe dëgjohet për shëllima Gjisaris, mbyllet 79 me 70 plus 9, ekipi i Vllaznisë së Shkodrës, të nderuar shikues, e fiton këtë ndeshje të Ligës Unike. Shikojmë edhe presidencën e Vllaznisë, e cila largohet e kënaqur nga tribuna VIP, është presidenti Sokol Dibra, së bashku me kolegun e tij më të afërt, që shijojmë, kemi parë të shijojmë dy ndeshjet e fundit në këtë pallat sporti. Fiton Vllaznia, të nderuar shikues, me plus 9 pikë, hitën Ligës Unike ndaj një ekipi me shumë emër nga Kosova si Golden Eagle Ylli. Rezultati përfundimtar është 79 Vllaznia, 70 ekipi kosovar Golden Eagle Ylli. Me këtë entuziazëm
mbyllim këtu transmetimin ton nga unë Gaspar Marku në rolin e komentatorit. Ju përshëndes dhe ju leo takim në të tjera ndeshje të 18 dreta nga qyteti i Shkodrës. Deri atje miru pashëm.